Kemi rikthyer sërish në studio e natyrisht do të kemi një bisedë vërtet të këndshme. Unë falenderoj në fakt Aldën, një mikesh shumë të mirë tonën edhe timen edhe të Stelës. Në fakt Alda bitin që sot e kemi kështu zyrtarisht të ftuar. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kemi në këtë mëngjes. Në fakt është kënaqësi që ju ritakoj të dy bashkë. Së bashku. Ne jemi miq, takohemi, puna që bëj unë lidh që takohem me ju, po është kënaqësi dhe komplimente për studion. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Gjithsesi ne po diskutonim edhe me Stelën, e tham në fillim kur po diskutonim dje që këtë do kemi në studio të flasim pak për këta VIP-at shqiptar, që shpeshherë edhe ne përfshihemi, të gjithë me ftesa të ndryshme nëpër televizion. Edhe ne ngatrohemi, ne përfshihemi në këtë termin VIP-a. Cili është koncepti yt personal, le të themi, për çështjen e VIP-ave në Shqipëri? Shiko, e para që është shumë e rëndësishme është besoj që dhe juve pak më përpara se të vija unë e keni diskutuar, e keni komentuar faktin që vetë VIP është shkurtimi very important person. Unë nuk jam anglofone, po të paktën nga komentet e nga biseda kjo kuptohet. Dhe për mendimin tim do të thotë që duhet të jesh një person që ka dhënë kontribute vërtet të mëdha dhe të jashtëzakonshme në shërbim të vendit tënd. Jo vetëm në planin artistik, po edhe më gjërë. Fatkeqësisht, ky është një mendim të cilën unë e kam komentuar, e them mes miqve që është ngatruar. Personat publik janë një gjë tjetër dhe VIP është një gjë tjetër. Që të thotë, unë për veten time e konsideroj veten tashmë avash duke ftuar ju, duke ftuar ca tjerë. Duke bërë disa punë të cilat përçojnë vlera pa diskutim. Jo, unë e quaj veten person publik në mënyrë absolute kur më morën në telefon dhe më thanë që do vish të flasit tash pse jam VIP unë. Ja pyetja. Jo, po është normale që do pyesësh a jam VIP apo nuk jam VIP, sepse të bësh VIP në Shqipëri është shumë e kollajshme. Mjafton që të marrësh pjesë në një reality show, mjafton që të bësh një videoklip, mjafton që t'jesh i preferuar i disa producentëve dhe ti papritur pa kujtuar je pjesë e faqeve rozë, kopertinave. Jo vetëm të quajmë VIP, kam përshtypjen që është problemi që vetë quajnë këta individ Alda në mënyrë të minjërshme. Duke u stimuluar, sigurisht i fillon edhe beson që unë jam personazh i rëndësishëm. Ndonjëherë fillon edhe merr nëpër telefona, hajde se jam filan vend bëj ca foto. Fotot. Tani ne jemi unë jam vetë pjesë e njerëzve që kemi stimuluar ose që kemi ndihmuar ose që kemi ndikuar. Por ajo që është e rëndësishme është keq interpretimi. Që do thotë, të jesh person publik, do thotë që të jesh mediatik, të jesh në media, të jesh në gazeta, në revista, por nuk mund të jesh VIP. Domethënë unë për veten time kështu e shoh. Unë janë dy gjëra larg njëra tjetrës. Dhe fatkeqësisht ka edhe një gjë tjetër që është jo vetëm vetë konsiderohen, po krijon edhe një lloj distance. Domethënë, a e di ti kush jam unë? Edhe në marrëdhëniet para që krijojnë qoftë me kolegë apo me individët e thjeshtë apo jo. Po qoftë edhe kur shkojnë në një butik. Një butik, nuk po merrem me këtë, po merrem me marrëdhënie e përditshme. Tash ti, unë tu dua të kujtoj një shprehje shumë bukur të Çim Xhepës. Çim Xhepa është aktor i jashtëzakonshëm, një personalitet i padiskutueshëm. I cili mund ta marr këtë mbiemër. Dhe është VIP e meriton. Dhe nëna e tij, Margarita Xhepa, edhe babai i tij. Domethënë një njerëz rritur në familje VIP-ash, thoshte e qa VIP-ash jemi ne. Lene mos e gjithë me i radhë rrim, Margarita ime shkret dikur, me qeset rrin radhë. Dhe ka shumë drejt, janë disa kushte të cilat të ndërtojnë dhe standartet. E para njerë të këne nuk është këj standartizim i duhur. Edhe ti e VIP, për shumë. Ti e VIP. Unë VIP i ma. Ke për videoklip, ke drejtuar programe, në gazeta, në revista. Duhet të ftoj më shpesh në televizion. Në fakt është edhe këtë doja të pyesja Alda, përpos një brezi që ne më përpara e kemi adhuruar dhe jo më kot e hapëm këtë temë diskutimi edhe nga spuntoja që pak vetëm dje 75 mbushje e madhja Avaçe Zela dhe ndaj edhe ne thamë që kur përmend emrin e saj të vjen një kështu mbajtje fryme që sepse është një personalitet që ka vënë vulën në muzikën shqiptare. Jo vetëm me ato çfarë ka bërë në sken, po edhe me kontributet e saj. Fakti që me kalimin e kohës
ti, unë, do më thënë, juve më të rinjtë dhe brezi im, akoma kur themi Vaçë Zela kemi emocionet forta, do thotë që është një personalitet përpara të cilit për ulemi të gjithë me respekt. Problemi është se sa e vlerësojmë në këtë personalitete. Si Vaçë Zela ka, them, goxha të tjerë të cilët ndofta nuk kanë dhënë kontribut në fushën e artit, se arti është më transparent me publikun në media. Më përballë. Po kemi inxhinier, shkëlqyer, ne kemi arkitekt mrekullueshëm, ne kemi mjek të cilët, shumë prej të cilëve mbasi kanë vënë kontributën në Shqipëri, jetojnë jashtë dhe janë të vlerësuar. Që të thotë, të gjithë këto, sa e njohim, a janë vipa këta? Sigurisht që janë. Sa janë në media? Jo, sa janë në media, sa janë në kopertinat e revistave, këto personalitete, për shembull. Sepse ne dhe publikun po e ushqejmë për mendimin tim pak keq, dhe më dhe një japim... Varet çfarë serviri. Në fakt e shtruam këtë pyetje, edhe nëse media ka një faj në këtë përkufizim, që do të thotë, krijojnë hapësira ndoshta të mëdha kundrejt këtyre personazheve dhe jo atyre që e meritojnë. Unë jam person që kam punuar gjatë në media dhe jam akoma pjesë e medias. Dhe shemë nga për këtë. Sepse dhe unë bëj një program televiziv, jam autore, do më thënë jam dhe unë pjesë e medias, pavarësisht projekteve që bëjmë me Petrin, Miss Shqipërinë, apo festivalin e videoklipit, apo Miss Globin. Nuk është media, nuk ka faj media, sepse dhe publiku shqiptar do të shohi gjëra të bukura, ka nevojë për informacione, po media ka këtë problem që duhet japi dritaren. Dhe le tjetë publiku pastaj, ai që përzgjedh dhe që vendos. Duke kërkuar së pare ndërtimin e sistemit të vlerave. Për mua, ndërtimi i sistemit të vlerave është absolutisht më i rëndësishmi, më determinanti. Po u ndërtoj një sistem vlerave, sigurisht edhe atë emrin, si thoni titrën, si e do titrën. Jo, si e do titrën, e do producent, regjizor, VIP, person publik, kjo është një gjë tjetër. Gjithsesi, mos ndoshta është edhe ana tjetër pak faj i producentëve ose investitorëve të medias, të cilët e kanë konsum. Nuk të lënë, unë dua të ftoj për shembull Alën, dhe më thotë jo s'ke për ta ftuar se për shembull, ose dua të ftoj Klevisin dhe nuk më shet. Tashti, kthehemi një çik. Asgjë nuk është e re në këtë botë, çdo gjë ka ndodhur, ne ruajmë një lloj tradite, mbi këtë tradit ngrihen bizneset, që do thotë, unë jam dakord, por emërtimi, jam shumë dakord. Unë, për shembull, në një gazet nuk shes, se nuk ka asnjë kuriozitet të di çfarë bëj unë, me se merrem unë. Ama një femër e bukur sigurisht shet, sepse publiku është kurioz për këtë. Ne jam shumë dakord. Por, nuk është e thënë që duhet jesh në koperti, nuk është e thënë që duhet jesh protagonist, ama një dritare për t'i dhënë informacion këtij publiku duhet ja hapësh. Edhe atyre personaliteteve të cilët vërtet mund mos janë të bukur, por janë të bukur shpirtërisht dhe në punën dhe në investimin që bëjnë në favor të publikut. Për shembull, do t'ju tregoj një detaj. Ju thash pak më përpara që ishim në Malë të Zi. Edhe organizohej festa e Ulqinit. Ishte një ditë shumë e bukur, kishte personazhe, personalitete. Unë atje kam mësuar, për shembull, që në Durrës është një shoqatë e ulqinakëve. Gjë që neve nuk dëgjojmë këtë informacion. Mora vesh që në Elbasan ka pakic malazeze. Domethënë, neve dhe këto pjesët e këtyre i marrin, domethënë, informacioni që përcillet është gjithnjë dhe më i pakët. Domethënë, protagonizmin e marrin ata njerëz të cilët vinë edhe të kapin ndofta për xhaketet dhe thonë që unë. Domethënë, janë disa gjëra. Ose mora vesh që në liçenin e Shkodrës, domethënë pjesën e Malit të Zi, që nga një anije fantastike, ku një miku ynë organizoi dasmën dhe unë mrekullova tamam në atë liçen ku dikur janë mbytur njerëz për të kaluar kufirin, rilinte jeta duke gjetur një formë kaq të bukur. Këto janë disa elementë të jetës të përditshme tonë, të cilat duhen promovuar, të cilat duhen përcjell. E thash këtë si një hapësirë publicitare, po e quaj në bisedën tonë, po është një shembull për të ndërtuar marrëdhëniet e duhura. Jeta nuk është vetëm
dritë, spektakl. Jo, në fakt, a mund të themi në Alda, edhe ti je goxha më eksperte se ke kaq vite në këtë punë, që a kemi ne realisht VIP-a në Shqipëri që mund të themi kemi këtë njeri me influencë të madhe në jetën shoqërore? Duke në standardet e jetesës, se përmendi Alda pak më parë që unë mendoj që pjesa e standardeve të jetesës sigurisht gradualisht ka filluar të vendoset. Dhe unë mendoj që në mënyrë pa diskutueshme kemi VIP-a. Kemi VIP-a të cilët nuk marrin promocionin e duhur, të cilët nuk shfaqen sa duhet në media, nuk kanë protagonizmin e duhur. Madje mund të jenë anonim. Janë njerëz të heshtur në publik. Ata që vërtet japin kontribute, këtë ndofta e kam gabim, po kështu është sipas asaj që shoh. Ata që vërtet japin kontribute nuk bëhen kur protagonist. Ata mezi preferojnë thonë s'ka që unë kam këtë punën time. Shkoni në një spital dhe shikoni një mjek i cili shpëton çdo ditë jetë njerëzish. I cili kontribon për operacionet në zemër, për transplantin. Tani, a janë kontributa këto? Të jashtëzakonshme për post. A duhen stimuluar këta njerëz? Domethënë, ne stimulojmë, jemi marrë kryesisht me pjesën e artit. Po pas kuintave të gjithë këtij televizioni, kush është? Që do thot, pas kuintave të gjithë këtij televizioni, pas kuintave të gjithë këtyre investimeve, ka njerëz të cilët shfaqen shumë pak, të cilët vlerësohen pak. Nuk dua të them se vlerësohen pak, jemi ne që nuk japim vlerën e duhur. Domethënë, e quaj një kritik për veten në rast të parë, edhe për këtë mbiemërtimin. Mbiemërtimi është, për shembull, ne kemi vite që bëjmë Miss Shqipërinë, si vjet do ta bëjmë në Pylis, edhe kur shkojmë atje njerëzit çuditen nga fakti që unë jam bashkëshortja e Petrit. Edhe fillim takimin e parë kanë atë varianti që po pastaj kur them që unë jam gruaja. U thon ti je gruaja? Ti e lejon ato thot merret me miset, sepse publikisht Petri del si një person që merret me misin, po nuk tregohet asnjëherë pas kuintat për të realizuar atë misin se sa Petri për ta arritur deri aty. Është po rehat. Në fakt, Alda, po nisem nga vetja për të mos prekur. Pra kur jeton vetë çdo ditë që lëvizje më të madhe të rasteve të ty, në fakt e hasa dhe një intervistë edhe së fundmi nga Alda, këtë që nuk jam xheloze për misat e Petrit. Nuk jam. Pra të shoqërom kjo pyetje në mënyrë të vazhdueshme. 10 vjet, do e kishte kapur një 15 më fal. Në fakt edhe 12 netët e klipit, kështu që janë shumë. E kupton se sa vite do e kishte kapur diku. Gjithsesi ikim nga këto VIP-at, se na të shmendën dhe flasim pak tani pak kohë më parë, ne kemi patur edhe Petrin këtu. Ai na ka thënë të gjitha detajet për 15 vjetorin, keni bërë një super event. Ne shpresojmë që ta transmetojmë shumë shpejt, se jemi shumë të lumtur që kemi ekskluzivitetin Channel One të Miss Shqipërisë. Unë në fakt dua t'ju falenderoj si televizion për vëmendjen. Edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. 15 vjetori mbaroi dhe ne kur sapo mbarojmë një event e kemi përgatitur. Është gati tjetri. Nuk ka kohë për pushim. Kështu që nuk kemi kohë për të pushuar. Është përgatitur dhe tani shumë shpejt fillojmë festivalin e videoklipit ku ju keni qenë prezent. Vjetë kam thënë me Petrin, shumë faleminderit për çmimin, ishte i pari në karrierën time. Jo, por ta dish që ai nuk është çmim që ta jep Petri dhe Alda. Gjithmonë ne kemi një gjë shumë të mirë. Në jurin e festivalit të videoklipit gjithmonë ka personalitete. Personalitete të cilët kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme. Duke filluar që nga Rushdi Bulaha, Kujtim Çashkun, që janë njerëz të cilët ndoshta nuk janë prezent në media, por janë VIP-a. Dhe janë kompetent për të dhënë vlerësime. Këta janë me peshë më madhe. Që do thotë, këta personalitete japin çmimet, i shohin videoklipet me një vëmendje të jashtëzakonshme, ose tjetra, në fushën e videoklipeve. Del dhe bëhet protagonist vetëm këngëtari, ai që del si imazh. Po kush e realizon këtë videoklip? Ka regjizor, ka stilist, ka operator, ka drejtor fotografie, ka ata që vendosin se kush është fabula. Që do thotë, të gjithë vlerën e merr këngëtari protagonist. Dhe festivali videoklipit për shembull është një nga eventet që jep vlerën pas atyre që punojnë. I vetmi duhet thënë. Është i vetmi, të them vërtet është i vetmi. Dhe tani studiot prodhuese bëhen protagoniste, sepse ai që bën regjizorin asnjëherë nuk e di.
thonë videoklipi i Klevisit, për shumë, dhe nuk thonë se kush është regjizori, ose, jo, po kush është regjizori, sepse ka të rinj, artistë të rinj, me aspirata, me dëshira shumë të mëdha për të realizuar. Se keni parasysh, edhe prodhimtaria e filmit, sa vjen edhe ngushtohet, sepse të prodhosh një film është gjithnjë edhe më kushton jashtëzakonisht shumë edhe nuk është kaq e thjeshtë për të prodhuar një film, edhe për të marrë aktorë dhe për të ndërtuar skena e regjirimi. Që do thotë, videoklipet janë një hap i mirë për ata artistë, protagonistë të cilët duan të bëhen nesër prezent në film. Absolutisht që po, është një mini film, letë metrazh të shkurtër. Që do thotë, janë njerëz që punojnë, që angazhohen, nuk janë njerëz që vinë dhe rinë. Po është një histori më vete, e cila edhe pse në pak minuta kërkon një punë kolosale dhe të madhe. Atëherë, siç ka çdo gjë ka guzhinën e vet, që një tryez të jetë e bukur, ka pjesën e vet të servirurit. Ne zakonisht merrim me tryezën, nuk merrim me pjesën e vet. Ne merrim për para po erdhi, wow, sa e bukur, wow, e shkëlqyer. Po se sa punë ka kërkuar dhe kush ka punuar, kjo më ata që bëjnë këtë punën pas kuintat për mua janë vipa të gjithë. Vipa. Njerëz të rëndësishëm me kontributa. Absolutisht që po. Se kemi kopjuar. Sigurisht. Po ne si do ta kishim në Shqipëri? Për Miss Shqipërinë kemi folur me detaje me Petrin në studio, e dim që do të bëhet në Byli dhe unë jam shumë krenar që po bëhet në qytetin tim më në fund. Do të jem aty patjetër kur të organizohet. Dhe çështja është për netët e klipit jeni në fazën e prezantimit të videoklipeve? Atëherë festivali videoklipit gjithmonë ka këtë fazën e parë. Faza paraprake është mbledhja e videoklipeve, material. Ne shkojmë, domethënë kemi udhëtuar në Maqedoni, në Kosovë, në Mali të Zi, në studiot që janë në Shqipëri, për të mbledhur videoklipet, sepse ndodh që një këngëtar thotë, unë nuk dua të jem pjesë e festivalit videoklipit. Por kjo nuk mund të pengoj operatorin, regjizorin, studion e prodhimit. Që do thotë, në qoftë se po marr Klevisin se Klevisin kemi këtu. E kemi si shembull. Në qoftë se Klevisi si shembull shumë të mirë. Në qoftë se Klevis thotë që unë nuk dua të dal si protagonist prezent në festivalin e videoklipit. Atëherë çfarë ndodh? Si mund t'ja heqësh ti të drejtën, sepse ajo është produksioni përbashkë, është pasuri intelektuale, është e drejta autoriale edhe operatorit, edhe sado që ta paguash të videoklip, unë mendoj dhe kështu është, nuk mund të kesh ti të drejtën që ti heqësh të drejtën atij tjetër për konkurim. Kështu që mbledhja e videoklipeve ka filluar. Ne kemi filluar prezantimet e puntatave ku do ketë debat, diskutim, dhe ju siguroj që në këto diskutime do ketë vipat vërtet që do diskutojnë. Njerëz kontribues. Siç kanë bërë çdo vit në fakt në netët e klipit. Alda, shumë faleminderit. Është kënaqësi. Në fakt ne po e bëjmë zyrtarisht të mbylljen se do shijojmë një kafe tani për shefin ton edhe pas kësaj bisede të këndshme. Kështu që e di prandaj kishim ftuar të dy të Alda për ta pasur edhe pas transmetimit. Ishte vërtet kënaqësi e veçantë që ishte sot me ne pa diskutime me bindur. Edhe publiku e ka dëgjuar këtë diskutim që shpeshherë mund t'i ngacmoj për të marrë një këndvështrim ndryshe. Faleminderit Alda. Faleminderit dhe juve. Të dashur miq, nesër është takimi i radhës, sapo kemi startuar javën bashkë me mua dhe me Stelën. Ju vjen një përshëndetje që keni qenë sot gjatë me ne në transmetim, nesër do të jemi sërish. Mirupafshim.